Ka një arsye pse Durrësi tërheq gjithnjë më shumë vëmendje vitet e fundit. Dhe nuk është vetëm deti, sepse sa më shumë njerëz vizitojnë këtë qytet, aq më shumë kuptojnë që Durrësi ka shumë më tepër për të ofruar se sa thjesht plazhi. Në këtë video do t'ju tregoj një anë tjetër të Durrësit, nga zemra moderne e qytetit, tek rrugicat pranë Kalas, tek një shtëpi që lidhet me një nga emrat më të njohur të teatrit evropian. Dhe në fund do të shkojmë në një vend ku Durrësi duket ende autentik, i qetë, real. Dhe sinqerisht, pikërisht aty fillon historia më interesante e këtij qyteti. Po e nisim eksplorimin ton në zemër të Durrësit. Dhe menjëherë ndjen atmosferën e fundjavës. Është fillim maj, temperaturat kanë filluar të ngrohen dhe qyteti duket shumë më i gjallë se zakonisht. Ka turistë që ecin me kamera në duar, familje që shëtisin ngadalë në qendër dhe ajo energjia tipike që Durrësi merr sapo afrohet vera. Tani kemi përballë bashkinë e qytetit. Kjo zonë është një nga pikat më të njohura të qendrës dhe praktikisht vendi ku kryqëzohen përditshmëria moderne e qytetit me historinë që e rrethon. Dhe ajo që më bën përshtypje këtu është fakti që brenda pak minutash mund të kalosh nga një atmosferë totalisht urbane tek rrugë dhe lagje që duken sikur kanë mbetur në një tjetër kohë. Pak më tutje është edhe xhamia e madhe e qytetit, një nga pikat më të njohura të qytetit dhe një vend që bie menjëherë në sy sapo hyn në qendër. Më pëlqen shumë kontrasti që krijon kjo zonë. Nga njëra anë ke lëvizjen e fundjavës, turistët, makinat, njerëzit që bëjnë foto dhe nga ana tjetër, ndërtesa dhe vende që të kujtojnë sa histori ka kaluar ky qytet. Dhe sinqerisht, kjo është një nga arsyet pse po tërheq gjithnjë më shumë vëmendje nga turistët e huaj, sepse nuk është vetëm një qytet bregdetar, ka identitet, ka histori dhe ka atmosferë. Tani po hym drejt rrugës tregtare, por ajo që shumica e njerëzve nuk kuptojnë është se vetëm pak minuta më larg kësaj pjese moderne fillon një tjetër version i Durrësit. Dhe pikërisht aty po shkojmë tani, në një pjesë të Durrësit ku atmosfera ndryshon komplet, ku zhurma e qendrës fillon të largohet pak nga pak dhe historia fillon të ndihet në çdo rrugicë. Një pjesë e qytetit që shumë turist nuk arrin ta eksplorojnë kurrë, dhe sinqerisht mund të jetë një nga anët më interesante të Durrësit, sepse aty koha duket sikur ecën pak më ngadalë. Teksa vazhdojmë përgjatë rrugës tregtare, ka një detaj që shumë njerëz nuk e vënë re menjëherë: arkitektura. Sepse kjo pjesë e mban ende shumë gjurmë nga periudha italiane, sidomos nga vitet 30 dhe 40, kur ndikimi italian në qytet ishte shumë i fortë. Dhe nëse shikon me kujdes ndërtesat përgjatë kësaj rruge, balkonet, fasadat, kolonat dhe simetria e tyre, e kupton menjëherë atë frymën tipike të arkitekturës italiane të asaj kohe. Madje disa pjesë të kësaj zone t'i japin ndjesinë sikur je diku në një qytet të vogël bregdetar italian. Dhe sinqerisht, kjo është një nga pjesët më ikonike të Durrësit. Bulevardi me palma. Një nga ato vende që t'japin menjëherë vibe mesdhetar sapo kalon këtu. Palmat, ndërtesat me stil italian, drita e pasdites dhe atmosfera e fundjavës në fillim maji e bëjnë këtë zonë të duket komplet ndryshe nga ajo që shumë njerëz presin nga Shqipëria. Madje vitet e fundit, gjithnjë më shumë turist dhe creator po ndalojnë pikërisht këtu për foto dhe video. Dhe duhet ta pranoj, DJ Osmo Pocket 3 po e kap shumë bukur atmosferën e kësaj rruge. Por ajo që më pëlqen më shumë në këtë pjesë të qytetit është fakti që Durrësi ndryshon shumë shpejt sapo largohesh pak nga ky bulevard. Përballë shohim edhe Hotel Epidam, një nga ndërtesat që bie menjëherë në sy në këtë pjesë të qytetit. Dhe sinqerisht, kontrasti mes palmave, ndërtesave me stil italian dhe atmosferës mesdhetare e bën këtë zonë shumë ndryshe nga pjesa më e madhe e qyteteve shqiptare. Por ajo që më pëlqen më shumë është fakti që vetëm pak minuta më larg kësaj atmosfere elegante dhe moderne, fillon një tjetër histori e Durrësit, një histori shumë më e vjetër, dhe pikërisht aty po shkojmë tani.
Por ajo që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë, është se pas këtij bulevardi modern me palma dhe atmosferë mesdhetare, fshihet një tjetër anë e Durrësit. Një pjesë shumë më e qetë, ku rrugët fillojnë të duken ndryshe, arkitektura ndryshon komplet dhe historia fillon të ndihet në çdo cep. Madje aty ndodhet edhe një ndërtesë që lidhet me një nga emrat më të njohur të teatrit evropian. Dhe sinqerisht, shumë turistë kalojnë kaq pranë saj pa e kuptuar fare historinë që fsheh. Dhe pikërisht aty po shkojmë tani. Tani jemi në një nga pjesët më interesante historike të Durrësit. Në krahun tim të djathtë ndodhet xhamia Fatih, e njohur si një nga xhamit më të vjetra në Shqipëri. Ajo është ndërtuar në fillim të viteve 1500, menjëherë pas periudhës osmane në qytet. Dhe edhe sot, picpë të qytetit. Ndërsa në krahun e majt, shohim një nga shtëpitë karakteristike më interesante durrësake. Një shembull tipik i arkitekturës qytetare të shekullit 19, me muret prej guri, çardakun prej druri, shkallët mbi harqe dhe oborrin e brendshëm që dikur ishin shumë të zakonshme në qytetin e vjetër. Por sot kanë mbetur shumë pak shtëpi të tilla në Durrës, dhe kjo është arsyeja pse kjo ndërtesë duket kaq e veçantë. Sot ajo funksionon si muzeu etnografik i Durrësit dhe njëkohësisht lidhet edhe me emrin e një nga figurat më të njohura të teatrit evropian, Aleksandër Mojsiu. Dhe sinqerisht, ky kontrast është ajo që e bën këtë pjesë të qytetit kaq interesante. Nga njëra anë, trashëgimia osmane, nga ana tjetër, arkitektura karakteristike qytetare e Durrësit, dhe mes tyre, histori që lidhen me kulturën, teatrin dhe vetë identitetin e qytetit. Sepse në fund, nuk është thjesht një qytet bregdetar, është një qytet me shumë shtresa historie. Dhe, sinqerisht, ka edhe një pjesë që të lë pak shije keqardhje kur vjen këtu. Sepse rreth mureve të vjetra të Kalas, me kalimin e viteve janë ndërtuar lokale, parkingje dhe ndërtesa moderne që në shumë raste e mbulojnë ose e zbehin historinë që ky vend ka. Dhe kur mendon që këto mure kanë qëndruar këtu për shekuj të tërë, duket pak e trisht t'i shohësh të humbur mes betonit, makinave dhe zhurmës së qytetit modern. Sepse vende si kjo nuk janë thjesht gur të vjetër, janë pjesë e identitetit të tij. Dhe ndonjëherë të jep ndjesinë sikur historia e qytetit meriton pak më shumë hapësirë për t'u parë dhe vlerësuar. Kjo është një nga pjesët më interesante të murit të vjetër rrethues të Durrësit, një kalim i vogël mes gurve dhe tullave shekullore, që të nxjerr drejt zonës së Volgës dhe pranë torrës veneciane. Dhe sinqerisht, më pëlqen shumë fakti që këtu ndjen akoma atmosferën e qytetit të vjetër. Muret prej tulle, arku i ngushtë, gurët poshtë këmbëve, të japin ndjesinë sikur po kalon nga një epokë në një tjetër. Imagjinoni sa njerëz kanë kaluar këtu ndër shekuj, tregtar, udhëtar, ushtar, dhe sot turistë që ndalen për foto, pa e kuptuar ndonjëherë sa histori ka ky vend. Ky kontrast mes historisë dhe Durrësit modern është ndoshta një nga gjërat që e bën këtë qytet kaq unik. Por ajo që më pëlqen tek Durrësi është fakti që atmosfera e qytetit ndryshon vazhdimisht sa më shumë ecën. Deri tani kemi parë anën historike dhe qendrën moderne, por tani po shkojmë drejt një pjese komplet tjetër të qytetit. Një vend më i qetë, më autentik dhe shumë i lidhur me identitetin bregdetar të Durrësit. Madje aty fillon të ndjesh një atmosferë që nuk duket më turistike, por shumë më reale. Dhe sinqerisht, pikërisht ato vende janë zakonisht më interesantet. Dhe ja ku është edhe Crown Plaza Durrës, një nga hotelet më moderne dhe luksoze në zonën e Volgës.
Ky hotel tregon shumë qartë sa shpejt po ndryshon Durrësi vitet e fundit. Arkitektura moderne, pozicioni i Buzdetit dhe zona e Volgës përreth i japin kësaj pjese të qytetit një atmosferë shumë më europiane dhe mesdhetare. Sidomos në perëndim, kjo zonë duket shumë bukur në kamera. Shëtitoria është plot me turist dhe qytetarë që ecin Buzdetit në këtë mbrëmje fillim maji. Por ajo që më tërheq gjithmonë më shumë vëmendjen këtu janë peshkatarët amator për gjatë bregut. Sepse kjo është një pamje shumë tipike për Durrësin. Njerëz të ulur për orë të tëra pranë detit, me kallamat e peshkimit, duke pritur qetësisht. Disa vetëm për pasion, disa për relaks pas një dite të gjatë, dhe disa thjesht sepse kjo është pjesë e rutinës së tyre prej vitesh. Janë pikërisht këto detaje që e bëjnë qytetin të duket real në kamera. Jo vetëm resortet apo hotelet moderne, por edhe këto momente të zakonshme të jetës Buzdetit. Madje shumë turist ndalen këtu pikërisht për këtë atmosferë, sepse nuk duket si një zonë e krijuar vetëm për turizëm. Duket si një qytet që ende jeton normalisht pranë detit. Dhe ndërkohë që vazhdojmë për gjatë bregut, po afrohemi drejt një pjese akoma më interesante të kësaj zone. Një vend ku lidhja me detin ndihet akoma më fort. Por tani po afrohemi drejt një pjese që ka komplet tjetër atmosferë. Një vend ku zhurma e qytetit fillon të largohet dhe ku deti bëhet pjesa kryesore e gjithë pamjes. Madje këtu fillon të shohësh edhe varka të vogla, jahte private dhe portin e peshkimit, një pjesë shumë më autentike dhe më lokale e qytetit. Dhe sinqerisht, kjo është ajo anë e Durrësit që shumë turist nuk arrin ta eksplorojnë kurrë. Dhe pikërisht aty po shkojmë tani. Tani kemi hyrë në një nga pjesët më interesante dhe më autentike Buzdetit. Dhe gjë e parë që bie në sy këtu janë jahtet dhe varkat e vogla të ankoruara përgjatë portit. Deti i qetë, lëvizja e lehtë e varkave, njerëzit që ecin ngadalë buzportit, është një vibe komplet ndryshe nga pjesa tjetër e qytetit. Madje vitet e fundit, kjo zonë ka filluar të marrë gjithnjë e më shumë vëmendje edhe nga turistët e huaj që vizitojnë Shqipërinë, sepse ka diçka shumë reale dhe shumë organike këtu. Dhe ndërkohë që vazhdojmë më tej përgjatë portit, atmosfera fillon të ndryshojë përsëri. Tani shohim anijet e peshkimit, rjetat, pajisjet dhe gjitha të lëvizjen tipike të një qyteti që historikisht ka jetuar gjithmonë pranë detit. Dhe ajo që më pëlqen më shumë është fakti që kjo pjesë nuk duket e ndërtuar për turist. Është funksionale, është reale, është pjesë e jetës së përditshme të qytetit. Në video shihen edhe shumë të rinj që kanë dalë për peshkim amator buzportit. Dhe sinqerisht, kjo është një nga ato pamje që e bëjnë atmosferën të duket shumë autentike. Disa prej tyre peshkojnë thjesht për qef, disa për të kaluar kohën me shoqërinë, dhe të tjerë sepse janë rritur me detin, dhe kjo është pjesë normale e jetës së tyre. Sepse në shumë qytete moderne bregdetare në Europë, këto pamje po bëhen gjithnjë më të rralla. Ndërkohë, këtu në Durrës, ende sheh anije që dalin për peshkim, të tjera që kthehen në port, dhe njerëz që vazhdojnë të jetojnë me ritmin e detit. Kjo është një nga gjërat që më pëlqen më shumë në këtë pjesë të qytetit, sepse të kujton që Durrësi nuk është vetëm turizëm apo ndërtesa të reja, është ende një qytet portual me histori, traditë dhe lidhje shumë të fortë me detin. Dhe ndoshta pikërisht për këtë, kjo atmosferë duket kaq interesante në kamera. Dhe ndërkohë që po vazhdojmë përgjatë portit,
shohim edhe një grup turistësh që po kthehen nga një xhiro në det. Dhe sinqerisht, kjo është një pamje që po bëhet gjithnjë e më normale në Durrës gjatë muajve të ngrohtë. Boat tours, xhiro me varka të vogla dhe eksplorimi i Bregdetit nga deti janë aktivitete që po tërheqin gjithnjë e më shumë vizitor vitet e fundit. Sidomos në orët e pasdite si kjo, kur deti është i qetë dhe atmosfera duket shumë relaksuese. Dhe ajo që më pëlqen këtu është kontrasti mes turistëve që shijojnë qytetin nga deti dhe anijeve të peshkimit që vazhdojnë rutinën e tyre normale vetëm pak metra më larg. Një kombinim që e bën këtë pjesë të portit të duket shumë autentike dhe shumë mesdhetare. Dhe ndërsa dielli fillon të ulet mbi Durrës, porti vazhdon ritmin e tij normal. Anije që kthehen nga deti, të tjera që përgatiten të dalin përsëri, dhe uji i qetë që reflekton gjithë atmosferën e mbrëmjes. Kjo është një nga ato pamje që të kujton sa i lidhur ka qenë gjithmonë ky qytet me detin. Jo vetëm për turizëm, por si pjesë e jetës së përditshme, e punës dhe historisë së Durrësit. Dhe ndoshta pikërisht kjo e bën këtë pjesë të qytetit kaq interesante, sepse mes jahteve moderne, turistëve dhe zhvillimit të viteve të fundit, ende sheh anije peshkimi, që vazhdojnë të ndjekin të njëjtin ritëm që ky port ka pasur prej dekadash. Një atmosferë e qetë, autentike dhe shumë mesdhetare. Hey, miqtë e Daily Durrës, faleminderit që ishit pjesë e kësaj eksperience në Durrës. Nëse ju pëlqeu kjo video, bëni like dhe subscribe, sepse në videot e ardhshme do të eksplorojmë akoma më shumë vende interesante nga Shqipëria. Dhe më shkruani në komente, cila pjesë e qytetit ju pëlqeu më shumë.